بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Falenderimet dhe adhurimet I takojnë vetëm Allahut Gjelle Shanu. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dërguarin tonë, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë besimtarët dhe besimtaret, të cilët ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Gjemati nderuar, në ligjëratën e sotme do të shpjegojmë ajetin 34 të surës Luqman, që është ajeti I fundit I kësaj sure, e në të cilin ajet Allahu I lartë madhërisëm përmend 5 fshehtësi që nuk I din as kush tjetër përveçse Allahu Gjelle Shanu. Dhe thot Allah në këtë ajet të surës Luqman, Inna Allahe indahu ilmu s-sa'a. Vetëm Allahu e din se kur do të ndodhe kiameti. Wa yunazzilul ghayth. Allahu e din kohën dhe vendin kur e sjell shiun, kur dhe në cilin vend. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. Vetëm Allahu e din se çka ka në mitrat e nënave. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Njeriu nuk e di se çka do ta gjejë nesër, çka do të fitojë nesër, çka do të ndodhë nesër. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Njeriu nuk e di kohën dhe vendin kur do të vdesë, kur dhe ku do të vdesë. Inna Allahe alimun khabir. Vetëm Allahu është ai që I di të gjitha. Këto 5 fshehtësi dhe edhe shumë të tjera, sepse fshehtësitë nuk përkufizohen vetëm këto 5, por Allahu I ka përmendur këto 5 në këtë ajet kuranor për shkak se ndërlidhen me jetën e njeriu prej kohës që starton ai të zhvillohet si embrion në mitrën e nënës dhe deri në ringjallje në ditën e kiametit, kur e fillon botën e pafund, botën e ahiretit, në të cilën njerëzit atje do të jenë përgjithmonë në shpërblim ose në dënim, varësisht prej veprave që I kanë bërë në jetën e kësaj bote. Pra këto 5 fshehtësi ndërlidhen me jetën e njeriu prej kohës së zhvillimit të tij si embrion në mitrën e nënës, duke kaluar në të gjitha fazat e zhvillimit, përmendet rënje e shiut për shkak se sjell furnizim, sjell jetën, e gjallëron jetën për njerëzit dhe për krijesa, dhe çka ato I përmendi ajeti kuranor, përmenden edhe në hadithin që e transmeton Buhariu në librin e tij, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Mafatihul ghaibi khams. Shehzat e të shehtës ghaibit janë 5. La ya'lamuha illa Allah. Ato nuk I di askush
përveç Allahut. La ya'lamu ma fi ghadin illa Allah. Nuk e di çka do të bëhet nesër, përveç se Allahu xhelle shanu. Wala ya'lamu ma taghidu al-arham illa Allah. Nuk e di çka mbajnë nënat në barqet e tyre prej foshën. Nuk e di askush përveç Allahut. Wala ya'lamu meta ya'ti al-mataru illa Allah. Nuk e di askush tjetër kur vjen shiu përveç se Allahut. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Njeriu nuk e di në cilin vend do të vdetë. Wala ya'lamu meta taqumu as-sa'a illa Allah. Dhe njeriu nuk e di, pra askush nuk e di kur do të ndodhe kiameti, përveç se Allahu xhelle shanu. Pra këto 5 shenjtësi që u përmendën në ajetin e fundit në surën Luqman, janë ato 5 shenjtësi që janë qelsat, që thot pejgamberi alayhi salam qelsat e të shenjtës, dhe për Allahun nuk ka asgjë të shenjtë, nuk ka për Allahun xhelle shanu, por kjo bëhet fjalë për krijesat e tij, për njerëzit, të cilët nuk mund të dinë përveç se Allahu çka u ka lejuar, u ka mundsuar të dinë, por ka disa gjëra sado që të përparoj njerëzimin, sado që të përparoj shkenca, ajo është përsëri e kufizuar me dijen absolute gjithë përfshirës së të Allahut, e cila di gjithçka, pra Allahu di gjithçka çka ka krijuar në qiell dhe në tokë. Prandaj ai thot në Kur'anin famullar: "Kul la ya'lamu al-ghayba, kul la ya'lamu man fi as-samawati wal-ardi al-ghayba illa Allah, wa ma yash'uruna ayyana yub'athun." Thuaj o Muhammed, thuaj o njerëzve, se askush çka është në qiell dhe në tokë, prej krijesave të Allahut, nuk e di të shenjtën, përveç se Allahu, dhe ata nuk e di edhe kur do të rinjallë. Prandaj, fillojmë me radhë t'i shpjegojmë në pika të shkurtëra sa na premton koha, këto 5 shenjtësi të përmendura në ajetin e fundit, ajetin 34 të surës Luqman. Pra Allahu xhelle shanu më thot: "Inna Allaha 'indahu 'ilmu as-sa'a." Vetëm Allahu e di se kur do të ndodhë kiameti. Pra njeriu nuk mund ta ditë këtë. Nuk e ka ditur këtë as Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Më i zgjedhuri i pejgamberëve nuk e ka ditur. Nuk e ka ditur as më i zgjedhuri i melaqeve Gjibril alaihi salam. Kur e pyeti Muhamedin sallallahu alaihi wasallam për Islamin, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i u përgjigj se Islami ka 5 kushte dhe i renditi i përmendja të 5. Kur e pyeti për imanin, ai u përgjigj i dërguari sallallahu alaihi wasallam për 6 kushtet e imanit, i renditi të 6. E pyeti se ç'është bamirësia e ihsan, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha që ta adhurosh Allahun sikur se je duke e pa, por edhe se nuk e sheh, të jesh i vetëdijshëm se Allahu të sheh. Pra kjo është kulmi i bamirësisë, i mirësisë që ta adhurosh Allahun në këtë mënyrë, por kur e pyeti për kiametin, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha: "Men mas'ul anha
pyetet nuk është më i ditur se sa pyetës që do të thotë se dia e ndodhisë së kiametit, siç përmenden edhe në ajetin e fundit të surës Luqman, është e Allahu, pra Allahu këtë dije nuk u ka zbuluar as më të zgjedhurit të melaqeve, Xhibrilit alayhis salam, as më të zgjedhurit të njerëzve, ose më të zgjedhurit të pejgamberëve, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj njeriu nuk ka dije për këtë, pasi që as i dërguari i Allahut nuk ka pasur dije për ndodhim, për kohën e ndodhisë së kiametit, por vetëm se në ka shpjeguar për parashenjat e vogla të tij, për parashenjat e mëdha të tij, pra të shenja që i paraprit ardhjes së kiametit, që i kemi shpjeguar në ligjëratat e kaluara, dhe për atë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pasi që u ka shpjeguar njerëzve për parashenjat e vogla dhe të mëdha të ditës së kiametit, u ka bërë me dije përmes tyre që të jenë të gatshëm, të jenë të përgatitur për ndodhimin e tij dhe të bëjnë sa më tepër vepra të mira, sepse në një njeri kur erdhi te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe pyeti: "O i dërguari i Allahut, kur do të ndodhë kiameti?" Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Çka ke përgatitur për të?" Ai njeri tha: "E dua Allahun dhe të dërguarin e tij." Atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha atij personi se do të jesh në botën tjetër me atë që e do, dhe ai njeri me të vërtet u gëzuar nga ky lajm i bukur i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, u gëzuar edhe të gjithë sahabët muslimanë se ai person që e do Allahun dhe të dërguarin e tij, padyshim se në botën tjetër do të jetë në shoqëri me të dërguarin e Allahut. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, pra vetëm Allahu e din se kur do të kene shi, në cilin vend, cilën kohë, në hollësi për sasinë e tij. Edhe pse meteorologët, sinoptikët paralajmërojnë për shiun nesër pas nesër pas disa ditëve, por ato janë vetëm parashikime. Herë e qëllojnë, e herë nuk e qëllojnë, dhe jemi dëshmitar për këtë, se shumë herë parashikojnë meteorologët se do të vjene shi, por nuk ndodhë rënje e shiun, sepse ato janë vetëm parashikime, sepse dija e rënjes së shiut, e sjelljes së shiut në kohën e caktuar, në vendin e caktuar, është vetëm e Allahut xhelle shanuhu. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, Allahu e din se çka ka në barqet e nënave, në mitrat e nënave. Prej kur zhvillohet embrioni, kur është pikë uji, pastaj bëhet gjak i ngjisur, pastaj bëhet sopiçi. Dhe në të gjitha ato faza e etapa që i përshkruan Allahu në ajete, për të gjitha ato zhvillime të embrionit të formës në mitrën e nënës, janë dija absolute. I takon vetëm dijes së Allahut xhelle shanuhu, se ajo foshnjë si zhvillohet, a është e shëndoshëm, a është e gjemka, a është mashkull, a është femër, a është i bukur, a është i shëntuar, lumturia e tij, bruajtjen e tij çka do të pasojë pasi që të derë në jetën e kësaj bote, pra janë vetëm të Allahut dhe njerëzit nuk mund që të depërtojnë në këtë dijen gjithëpërfshirëse absolute të Allahut xhelle shanuhu, edhe se shkenca ka arritur që të dijë në faza përfundimtare, në etapa përfundimtare para se të ketë foshnja në dunjë,
se është mashkull apo femër, është djalë apo vajzë, por detajet e zhvillimit të tij në hollësi që i përmenda prej kohës kur është pik uji embrioni deri në të gjitha ato faza të zhvillimit, detajet hollësi i takojnë vetëm Allahut dhe shkenca nuk mund të depërtoj në dije përveç se sa i ka lejuar Allahu xhelle shanuhu. Vema tadri nafsun madha taksibu gadan. Dhe qartësia e katërt e përmendur në këtë ajetin e fundit të surës Luqman, thot Allahu, njeriu nuk e di se çka do të fitojë nesër. Pra njeriu planifikon, bën plane se çka do të bëjë nesër. Edhe është e udhës që ta bëjë planifikimin e ditës, planifikimin e javës, planifikimin e muajit, planifikimin vjetor, nuk është e ndaluar, po gjithë atë planifikim duhet që ta shoqëroj duke thënë inshallah, nëse do Allahu xhelle shanuhu. El-insanu yudabbir wallahu yuqaddir. Pra njeriu planifikon, por Allahu përcakton. Prandaj gjithnjë duhet të kemi kujdes që të jemi të përgatitur se në çdo kohë edhe mund të na përfundojë afati në jetën e kësaj bote. Prandaj njeriu planifikon që të bëjë punë, veprime, bën plane për të nesërmen, por Allahu të nesërmen ka vendosur diçka tjetër me caktimin e tij dhe njeriu duhet të nënshtrohet dhe patjetër se i nënshtrohet caktimeve të Allahu xhelle shanuhu, që do të thotë se të ardhmen e njeriu nuk e din askush tjetër të nesërmen e tij përveç se Allahu subhanahu wa ta'ala. Vama tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dhe njeriu nuk e din në cilin vend do të vdes. Pra nuk e din kohën e vdekjes së tij, nuk e din vendin e vdekjes së tij. Kjo i takon diturisë absolute të Allahut xhelle shanuhu. Pra vetëm Allahu e din se kur do të vdesim, në cilin vend do të vdesim. Prandaj ne duhet të jemi të përgatitur për të ballafaqjuar me vdekjen, dhe përgatitja më e mirë është që gjithnjë të jemi në rrugën e Allahut, sidomos ta falim namazin, sepse namazi është përgatitja më e mirë për të ballafaqjuar me vdekjen, për të kaluar në botën tjetër, që kur të takohemi me Allahun xhelle shanuhu, të takohemi Allahu duke na lajmëruar, duke na përgëzuar me shpërblimin e tij, për besimin tonë të Allahut, për ibadetin tonë, për namazin tonë, për veprat tona. Inna Allaha alimun khabir. Pra Allahu është i gjithdijshëm, është i gjithë informuari për çdo send. Prandaj duhet që të gjitha këto njerëzit i tij dhe të jenë falënderues ndaj Allahut xhelle shanuhu, adhurues të sinqert ndaj tij. Xhamatin nderuar, para disa ditëve e përsotëm muezinin e xhamisë tonë për në botën e ahiretit, i cili ditën e hënë duke ardhur në xhami për në namazin e sabahut, rrugës për në xhami, pra e gjeti vdekja, e gjeti me abdes, duke qenë në rrugën e Allahut xhelle shanuhu, për në shtëpi e Allahut xhelle shanuhu, i përgatitur për ta bërë thirrjen për në namaz, por që aty ishte caktimi i Allahut që ai mos të arri në shtëpi e Allahut në xhami, por të ndërroi jetë disa metra para se të arri në xhami, në gjendje e abdesit. Pra Allahu e mëshiroft e shpërblet me xhenet, sepse ishte një përfundim i bukur, megjithse vdekje e dëmshme për familjen dhe për të gjithë neve, por përfundim i bukur, pasi që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
njeriu do të ringjallet në atë mënyrën se si vdes, pra dhe kjo vdekje ishte një vdekje e bukur, ishte një vdekje si që e dëshiron çdo besimtar i Allahut xhel shanu, pra lutim Allahun që muezinin tonë Allahu ta mëshiroj, ta shpërblet me xhenet. Dhe sot kemi vendosur këshillin e xhamisë, ka vendosur që sot të bëhet një kelimet tauhid, një dua për shpirtin e merhumit muezinit të xhamisë. Dhe pas namazit, pra gjithashtu këshilli i xhamisë ka organizuar edhe pije